Në këtë edicion do të ndiqni. Ministria e Industrisë gjobit me 90.000 euro kecjen për parregullësitë me njësorët elektrik. Sot publikohen përfituesit e mbështetjes financiare për personat me sëmundje të rënda. Rreth 5.000 pacient kanë marrë shërbime në emergjencën e spitalit Isa Grezda për 3 muaj. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, gjithsesi Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, ka shqiptuar 18 gjoba ndaj kecit në vlerë totale prej 90.000 eurosh. Arsyeja e shqiptimit të këtyre gjobave është fakti se për 18 njësor të verifikuar është konstatuar se u kishte skaduar afati i vlefshmërisë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, gjithsesi Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, ka bërë të ditur se janë shqiptuar 18 gjoba ndaj kecit, në vlerë totale prej 90.000 eurosh, për shkak se për 18 njësor të verifikuar, është konstatuar se kishte skaduar afati i vlefshmërisë. Gjatë prillit 2026, Minti ka vazhduar me verifikimin e ankesave të konsumatorëve në lidhje me parregullësitë në njësorët elektrik, ndërkaq Komisioni ad hoc i themeluar për këtë problematik ka pranuar 574 ankesa nga konsumatorët për parregullësi në njësorët elektrik, kryesisht për devijime në orë dhe datë. Nga verifikimet, 54 njësor janë tërhequr nga 7 rajonet të Kosovës dhe janë testuar në AMK, ku në 38 prej tyre janë gjetur devijime kohore, ndërsa 18 kishin afat të skaduar. Rastet janë dërguar në KESCO, nga e cila kërkohet kompensimi menjëhershëm për konsumatorët e dëmtuar. Raportet e komisionit do t'i dorëzohen organeve të drejtësisë për procedura hetimore. Minti njofton se gjatë majit do të vazhdoj verifikimet, trajtimin e ankesave dhe shqiptimin e gjobave. Qytetarët inkurajohen të paraqesin ankesat me dëshmi përmes Viber në numër +33 46 311 000 dhe emaili zyrtar konsumatori@rksvizgov.net. Personat që vuajnë nga sëmundje të rënda dhe kronike kanë pasur mundësi të përfitojnë nga subvencionet e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakov. Konkurs ky që ka qenë i hapur për 29 ditë. Rezultatet për përfituesit janë shpallur sot. Personat që vuajnë nga sëmundje të rënda dhe kronike kanë pasur mundësi të përfitojnë nga subvencionet e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakov, konkurs ky që ka qenë i hapur për 29 ditë. Për këtë ndihmë shpjegoi drejtori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Lulzim Goçi. Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale, ashtu sikurse edhe vitet kaluar edhe këtë vit ka vazhduar me hapjen e thirrjes publike për të ndihmuar të gjithë pacientëve të cilët përballen me diagnoza të ndryshme, do të thotë me sëmundje, për të cilët kanë kushte financiare të vështira. Domethënë ideja e kësaj thirrje publike është që ndalim në ndihmë të gjithë këtyre, në mënyrë që sadopak jo lehtësojmë ballafaqimin e tyre me diagnozat të cilat i kanë ata. Për dallim nga viti i kaluar, shuma e mjeteve financiare për përfituesit dhe numri i përfituesve në këtë thirrje është rritur. Për dallim nga vitet e kaluara, vlera përgjithshme që shkon në mbështetje të këtyre pacientëve që ka qenë, domethënë vlera 60.000 euro, duke po numrin e gjithmonë që është në rritje të këtyre personave që ballafaqohen me këtë sëmundje, ne kemi marrë vendim që kjo vlerë të rritet në 80.000 euro, do të thotë në këtë vit numri i pacientëve që do të përfitojnë nga kjo thirrje është më i madh se viteve të kaluara. Rezultatet e konkursit do të postohen në webfaqen e komunës së Gjakovës, ku sipas drejtorit, ato do të publikohen në pasditën e sotme. Gjatë fundjavës e veçanërisht kur moti është i mirë, Shkugëza frekuentohet në masë të madhe nga shumë persona. Për të parë nëse lanë ambientin të pastër pasi përfunduan piknikun, e ndjekim materialin në vazhdim. Fundjavat, e sidomos kur moti është i favorshëm, Shkugëza shndrohet në një prej destinacioneve më të frekuentuara për qytetarët që kërkojnë pushim dhe rekreacion në natyrë. Megjithatë, pas përfundimit të piknikut, pamja që lihet pas nuk është gjithmonë në përputhje me rëndësinë që ka kjo hapësirë për komunitetin. Ekipi i mediumit ton ka qëndruar sot në terren për të parë nga afër gjendjen e pastërtisë në këtë zonë,
Ajo që bie në sy është se një pjesë e mbeturinave hidhen në mënyrë të fshet pas gjelbrimit apo në vende të papërshtatshme si brenda një gypi i betoni, ndërsa disa nga shportat e mbeturinave janë të mbushura plot dhe nuk janë të pastruara me kohë, duke krijuar kështu një pamje jo të këndshme për vizitorët. Shkugëza mbetet një prej zonave më të bukura për pushim në natyrë, por ruajtja e saj kërkon përkushtim të përbashkët nga vizitorët. Një vështrim për po të njëjtin arsye, ekipi i televizionit ja ka bërë edhe Guskës. Ta shohim si është gjendja në atë lokacion. Me ngritjen e temperaturave e mbizotërimin e motit të mirë, lokacionet si Guska mbeten ndër më të preferuarat për të kaluar vikendin e ditët e bukura me diell. Megjithatë, në disa prej kronikave të realizuara më parë, shpesh janë rastisur mbeturina të shumta të lëna pas, sidomos gjatë fundjavave, kur frekuentimi shtohet në masë të madhe, por që e njëjta nuk mund të thuhet edhe për vikendin që lan pas. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar gjatë ditës së sotme në terren, përkatësisht në fshatin Gusk në afërsi të rrjedhës së lumit Erenik, që mbetet zonë të jetë e frekuentuar dhe është parë se mjedisi përreth është i pastër dhe nuk shihen mbeturina, bashkë me rrjedhën e pastër të lumit. Kjo dëshmon se me përkushtim dhe angazhim komunitar mund të mirëmbahet ambienti, duke bërë që hapësirat e tilla të jenë çdo herë të përshtatshme për frekuentim nga adhuruesit e natyrës. Në kronikën e radhës njihemi me një raport të punës nga reparti i emergjencës në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Natyrën e rasteve të trajtuara e detaje tjera i mësojmë në materialin në vazhdim. Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, në emergjencën në spitalit Isa Grezda janë trajtuar rreth 5.000 pacient. Sipas shefit të emergjencës, doktor Ilir Hasanaj, numri i pacientëve në spital ka qenë më i ulët për rreth 100 pacient, ndërsa edhe numri i konsultave ka shënuar rënje. Në emergjencë janë vizituar përveçërisht rreth 5.000 pacienta, që është pavarësisht është numri i njëjtë me 3 muajorshën e vitit të kaluar. Pranimi në spital ka pas numër pak më të vogël, diku për 100 pacienta, edhe konsulta ka qenë numër më i vogël. Transfera kemi pas pak më shumë se sa vitin e kaluar, për shkak që kemi pas një vështirësi rreth gatishmërisë kirurgëve për operacione. Rastet më të shpeshta që trajtohen në këtë repart mbeten ato internistike, por nuk mungojnë as rastet të traumave dhe ato kirurgjikale, që kryesisht lidhen me aksidente, lëndime në vendin e punës apo raste dhune. Rastet më të shpeshta që i pranon emergjenca janë raste internistike, urgjencat internistike dhe traumat, pjesa e traumave dhe kirurgji. Me këto merremi më shumë, rastet që dhunë, aksidente, rraje plagosur, lëndime në punë, çdo të përgjithshme. Megjithatë, krahasuar me vitin e kaluar, rastet e dhunës dhe rrahjeve kanë shënuar një rënje të lehtë, me rreth 10 deri në 15 raste më pak. Rraje dhe rastet e dhunës janë numër më i vogël pak se vitit kaluar. Nuk është numri për dikon 10, pastaj është më i vogël. Numri i vizitave ka shënuar një rënje të lehtë prej 1.7%, ndërsa konsultat dhe pranimet kanë rënë më ndjeshëm, përkatësisht mbi 16 dhe 15%. Po ashtu rënje është evidentuar edhe tek rastet e aksidenteve, si dhe në ato që lidhen me dhunën, përfshirë rrahjet, dhunën në familje dhe tentimet për vetvrasje, të cilat në disa kategori kanë rënë deri në 50%. Klubi i futbollit Vllaznimi ka triumfuar ndaj ekipit të Ferizajit në ndeshjen e luajtur dje. Ndeshja u mbyll me rezultat 1-2 në të mirë të kuqezenjeve. Në minutën e 6, Ferizaja se të rrezikuan seriozisht portën e Velit, duke japur shenjë që kjo ndeshje nuk do të jetë e lehtë për gjakovarët. Pas 6 minutave, Mark Bushaj asistoi për qendër sulmuesin Emir Skenderi, i cili u tregua i ftohtë para portës, duke kaluar në përsi, goli i cili u konfirmua nga vari, pasi që fillimisht u akordua propozitja shloje.
Goli i barazimit nga vendasit erdhi në pjesën e dytë për shkak se gjakuvarët ishin me një lojtar më pak, ku Viktor Kuka u ndëshkuar në minutën e 37 me karton të kuq. E vllaznimi në minutën e 75 u shpëtua nga asistimi i Omar Musajt, që gjeti përsëri Skenderin, i cili dërgoi topin në rrjet, duke mbyllur ndeshjen me rezultat 1-2 në të mirët e kuqezinjeve. Vllaznimi mbetet në vendin e 4 me 64 pikë, që në vikend është në kryqëzim i Vjosës. Fundjavë suksesshme ishte edhe për klubin e handbollit Shqiponia. Vajzat e ekipit kanë rezultat 25-21 në kuadër të gjysmëfinales së parë në play-off. Klubi i handbollit Shqiponia ka mposhtur ekipin e Istogut me rezultat 25-21 në kuadër të gjysmëfinales së parë në play-off. Ndeshja u zhvillua të shtunën në Shaninushi, ku në minutën e 10 gjakuvarët u shkëputën në 7-3. Istoku ja doli të barazoj, por pa kaluar në përsi, duke mbyllur pjesën e parë 12-11 për Shqiponien. Në pjesën e dytë gjakuvarët u larguan shpejt në 17-12 dhe më pas ruajtën e përsin deri në fund të ndeshjes. Natalia Fontana allhoqi Shqiponin me 9 gola, 8 shënoi kapitenja Alma Nivukazi e 7 Juliet Laurençao. Tashmë fokusi kalon te ndeshja e dytë gjysmëfinale, e cila zhvillohet të mërkurën, ku synimi i gjakovarëve është fitoria dhe kualifikimi në finalen e play-offit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ministria e Industrisë xhobit me 90.000 euro kecjen për parregullësitë me njësorët elektrik. Sot publikohen përfituesit e mbështetjes financiare për personat me sëmundje të rënda. Rreth 5.000 pacient kanë marrë shërbime në emergjencën e spitalit Isa Grezda për 3 muaj. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.